do thonë protesta që e dhunshme, opozita ju kthye gjurës vjetër dhunës e tjerë, do dalin të atyre thonë që qeveria e dhunshme, kështu që për mua opozita është dënuar, ose duhet ta thelloj reagimin, ose pastaj duhet thotë që nuk është në aftë ta bëj këtë punë, ka provuar të gjitha, unë nuk e gjykoj opozitën me thënë drejtë. Ka provuar në parlament, ka provuar rrugë, ka provuar zgjedhje, ka provuar me lider në burge, ka provuar me lider në arrest shtëpie, ka provuar të gjitha format, po provon dhe protestën që s'ja del, s'është në një hata që të lënë qeverinë të përballet drejt për drejt me qytetarët pa ndërmjetësinë e të zgjedhjeve të tyre. Jojda? E ndoqa protestën atë ditë tek Syri, edhe me thënë të drejtën ndjeva nga shtëpia, jo nga rruga, besoj aty situata ka qenë shumë e fortë. Ndjeva që më në fund opozita bëri një ushtrim proteste ashtu siç duhet të ishin edhe të jenë protestat e opozitës. Dhe ajo që kuptova është që opozita më në fund është e qartë, të paktën për linjën politike që do ndjeki në vazhdim në raport me qeverinë. Është e qartë sepse në momentin që ti i mbledh të gjitha forcat, del në rrugë dhe le të themi ke një lloj qartësie edhe në mënyrën se si do ta organizosh protestën, që ajo të bëj zhurmë, që ajo të jetë e fortë, që ajo të jetë revolt edhe e dukshme ndërkombëtarisht, unë besoj që i arriti qëllimit. Opozita arriti të ishte lajmi i parë në mediat kryesore ndërkombëtare, që protestohet në Shqipëri, opozita dhe populli proteston në Shqipëri kundër një pushteti të korruptuar edhe kundër qeverisë së korruptuar. Dhe me thënë të drejtën, kjo është ajo që opozita duhet të bëj në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë të pandërprerë, qoftë në parlament, do të thënë base jo në këtë formë, po absolutisht në rrugë. Edhe lajmi i mirë për mua është që opozita ka kuptuar situatën, panoramën të plot, dhe nuk është duke pritur më shpresat nga jashtë, nga Amerika, nga ndërkombëtarët, nga Bashkimi Evropian, me sa duket jo edhe nga spaku që sigurisht nuk dihet, do të thënë janë gjëra që opozita nuk i ka në kontroll. Janë faktorë me të cilët opozita patjetër mund vinë në pushtet, por nuk i ka në kontroll, nuk ka dot në kontroll as Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ka në kontroll dot as liderët e Bashkimit Evropian, nuk ka dot në kontroll as spakun për kohën edhe shpejtësinë edhe nivelin e lartë ku mund të shkojë me hetimet për të rrëzuar qeverinë, dhe ka kuptuar që detyra e saj është të mos pres, por të dalë dhe të interpretojë rolin e saj në mënyrën më të plotë të mundshme, që është njëra pjesë nëpërmjet protestave, dhe që le të themi ishte një ushtrim i plot ashtu siç duhet të jetë. Nga ky moment e tutje për mua ka disa pyetje se si do të jetë aksioni i opozitës, dhe le të themi që pjesa e parë e interpretimit të plot të rolit dhe kuptimit të plot të situatës dhe mos pritjes më që zgjidhja do të vi nga elementa apo nga faktorë të cilat opozita nuk i kontrollon dot, është e kryer, është 10, po themi. Kjo gjë më në fund u kuptua nga opozita dhe opozita ka filluar të lëviz mekanizmin edhe të lëviz, po themi, gjithë lojën që në fakt duhet ta lëvizi ajo. Ajo që mbetet për t'u parë në vazhdimsi është deri ku do ta çojë, si do të jetë forma dhe a do ta lëri vetëm me protesta. Ndërkohë që më thonë që një numër i madh kryetarëve të degëve i kërkojnë qendrës që protesta e radhës të jetë të shtunë, mos i japin më Ramës pas dhunës policisë. Nuk e di se çfarë do bëhet. Ka një kërkesë kësaj radhe ndryshe, nëse përpara ishin kryetarët e degëve që hezitonin, pas kësaj ata që komunin që duhet të jetë sa më shpejt. Kjo është lajm i mirë. Domethënë opozita është e mobilizuar. Më në fund të gjithë kanë kuptuar që duhet të lëvizin që të vinë në pushtet apo duhet lëvizin që të rrëzojnë qeverinë, sepse të gjithë faktorët e tjerë nuk mund t'i kenë në kontroll përveç vetes së tyre, njerëzve të tyre edhe kauzës së tyre. Pyetja ime duhet ta bëj punën sikur është vetëm. Pa diskutim. Pyetja ime është, a do të jetë vetëm ky aksioni apo paralelisht, opozita do të filloj të bëhet gati edhe për pjesën tjetër, që e gjithë panorama dhe e gjithë detyra dhe e gjithë roli të jetë i plot. Ne denoncojmë, ne protestojmë me forcë për gjithë ato gjëra që nuk shkojnë në këtë vend dhe për gjithë problematikat e qeverisë, po nga krau tjetër ata u thon njerëzve, qoftë edhe për zgjedhjet e radhës vendore që janë shumë të afërta, qoftë edhe me gjithë këto problematika që zgjedhjet kanë, ata ju thon njerëzve që ne jemi alternativa.
të bësh gjysmën e gjës, që të denoncosh, nuk ka më njeri sot që nuk e di se çfarë probleme është korrupsioni apo se deri në çfarë niveli ka arritur korrupsioni në qeveri. Njerëzit sot duan të dinë pjesën tjetër. Si do zgjidhet dhe a janë figurat e opozitës ata që do të qeverisin nesër ndryshe dhe cilat janë alternativat për çdo lloj gjë, qoftë edhe për korrupsionin si gangren të madhe të qeverisë aktuale. Kjo është pjesa që unë dua të shoh të opozitës me shumë kuriozitet, edhe përveç kësaj dua të shoh si do interpretoj mekanizmat me të cilat do të arrijë deri tek votuesit dhe mekanizmat me të cilat ajo do arrijë të marrë pushtetin. Sa do të fortat jenë protestat, sa do të digjen gjithë godinat, ne e dim shumë mirë që nuk do të ndodhi, besoj, në me thënë që të vi në pushtet Sali Berisha, sepse dojgji godinat, apo sepse vrau policët dhe goditi shtetin. Sali Berisha apo kushdo tjetër. Është një ushtrim i provuar me kohë më përpara, madje një ushtrim që më shumë i shërben retorikës së Ramës për t'i etiketuar këta si anarkist edhe jo si njerëz që i zgjidhin gjërat nëpërmjet shtetit, rregullave dhe votës së lirë. Prandaj kjo është një pikpyetje që unë besoj ka domosdoshmëri, po njësoj sa protesta, që opozita të filloj të japi alternativa, të sqaroj qartësisht se çfarë do të bëj për të ardhur në pushtet, qoftë me reformën zgjedhore, qoftë me reformën territoriale, janë ushtrime që opozita duhet i kryej, dhe që për mua akoma opozita nuk e ka të qartë panoramën, siç e ka të qartë panoramën që s'mund të presim nga askush, po të paktën duhet lëvizi dhe të dali të mbledhë njerëzit dhe minimalisht gjysmën e punës për nxjerrjen e njerëzve në rrugë ta bëj dhe, domethënë, është vonë për këtë. Kjo është si e kam marrë. Qartë pashun, në këtë demonstrim që bëri opozita, pash një urrëtie të shfaqur popullore, të tërë njerëzit që mirëshin në intervistë, flisin hapur që nuk e pranojnë më këtë shtet ajdut, që po na largojnë fëmijët tanë, që nuk kemi me çfarë të kalojmë ditën me bukë, me ilaçe që nuk kemi mundësi t'i blejmë kështu me radhë. Pra, pam një vazhdimsi të opozitës që nga protesta e kaluar, që ishte shumë masive, me një pjesëmarrje të gjerë, e rriti numrin e pjesëmarrëve. Kjo tregon që pika kritike tashmë është e kaluar. Nga ana tjetër, unë mendoj që ushtrua një dhunë disproporcionale, nuk ishte me atë që reflektoi, domethënë, edukata edhe duhet ta them në thonjza mirësjellja e opozitës përpara një fakti të pamohueshëm kur shteti vjedh qytetarët e tij, gjë që i lind e drejta në prishje të kësaj kontrate sociale që kanë me shtetin të bëjnë çfarë të duan. Prandaj, unë mendoj që, edhe jam plotësisht dakord me zotin Shkullaku, që opozita duhet mendoj edhe variante tjera. Pse? Për arsye sepse kemi arritur në një pikë që shteti i cili ka kapur gjithë institucionet dhe bën të pamundur rotacionin politik. Një rotacion politik që sot në 11 maj, pas 11 majit, vetë eurodeputetët kanë thënë që nuk u mundësuan Shqipëri nga ekzistenca e krimit organizuar. Është deklarat shumë e madhe në Parlamentin Evropian që kryetari i grupit parlamentar gjerman që ishte si përfaqësues i Parlamentit Evropian në Shqipëri për zgjedhjet e deklaroi këtë gjë. Ne po e shikojmë nga dita në ditë. A janë arritur kushtet? Janë arritur. A duhet që opozita të shikojë të gjitha mundësitë edhe kur një majorancë fillon edhe përdor dhunë ndaj saj, sepse përdorimi i gazit dhe i lëndëve me pipere tjera janë të tejkaluara dhe siç e shpjegoi Mandi, janë përbëjnë edhe një armë kundër një populli në mënyrë disproporcionale që dënohen si akt agresioni ndaj popullit. Prandaj, ka rritur domethënë pikën kritike kjo opozitë, e cila ka bërë denoncimin e hapur për të gjitha fenomenat. Unë mendoj që nuk ka kohë më për dialog me këtë qeveri. Kjo qeveri ka kapur jo vetëm institucionet e shtetit, por nuk detyron dhe të vetmin institucion që është drejtësia të zbatojë, domethënë të zbatojë planin e veprimeve të saj për të parandaluar vjedhjet masive që kjo qeveri bën. Pra,
ne jemi përpara një situate që nuk mund të sillemi më as si europian, as si danez, as si vendet tjera. Domethënë, këtu kemi të bëjmë me një regjim jo vetëm autokratik, po të lidhur dhe me krimin e organizuar. Pra, a duhet mendoj pak ndryshe edhe opozita? Unë jam që duhet mendoj edhe lëvizjet, sikur edhe lëvizjet e ndryshme nga populli. S'ka nevojë që të pritet komanda, që ai njeri që me shumë guxim që ndroi atje në tribun, dhe bravo i qoftë, që tregoi shembullin e tij për të treguar që ky regjim duhet përmbysur, nuk do t'japi edhe të thotë që duhet digjen institucionet ose të bëhen, por diçka duhet bërë, sepse ndryshe ne nuk mund të lejojmë dhe nuk mund të jetojmë dot në bashkë me një regjim të tillë si te Edi Ramës. Prandaj, ka ardhur një pikë kritike, kur secili duhet bëj detyrën edhe në grupin e njerëzve të cilët e ndjejnë, domethënë që thika ka hyrë deri në palc, që nuk durohet më, që e ardhmja atyre po kërcënohet, ashtu siç e bëri dhe sot autokrati, duke mbajtur një fjalim edhe duke lavdëruar sheikët arab që po sjellin rilindjen europiane në një kohë që Europa është i kanë rënë çdo vlerë. Të gjitha këto ne po tregojmë e para që e ardhmja jon po rrezikohet, e dyta ishte një propagandë vetëm për të marrë dhe për të gënjur vjedhjet, duke përdorur gjithë mekanizmin shtetëror. Së treti, nuk kemi asnjë perspektivë me këtë regjim i cili vjedh popullin e tij, dhe së katërti, ashtu siç thonë amerikanët, nëse prishet kontrata me popullin, mbajtja e pushtetit demokratik kërkon gjakun e patriotëve. Domethënë, kush e quan vetëm patriot në të gjitha mënyrat, duhet të marri fatet e vendit në dorë. Mos presi vetëm nga opozita, mos presi vetëm kur ai që është në krye dhe vjedh parat e popullit tij edhe bukën e qytetarëve të ushtrojë dhe dhunë dhe të vrasë qytetarët, por ai të bëhet sa më shpejt përgjegjës, sepse është një frikacak që mund të ikë nëse shikon që masa e demonstrimit dhe qëndresa, mos s'ka nevojë që edhe të digjen, se ju nuk e pranonin disa të tjerë, por të rrethohet siç e ka bërë Rumania, siç e ka bërë Bullgaria, siç e kanë bërë të gjitha popujt demokrat në botë, kur shikojnë që kanë një regjim të papërputhur me kërkesat e kontratës sociale me ta. Shkojmë pak tek reagimi i Ramës, inserti 6.